Prej rreth 2 dekadash, rreth 60 familje dhe mbi 20 biznese që banojnë në një pallat 12 katësh në lagjen Apolonia të Fierit jetojnë në pasiguri juridike. Edhe pse kanë hyrë në banesat e tyre që prej vitit 2007, ata ende nuk janë pajisur me certifikatat e pronësisë. Këtë të martë, një pjesë e banorëve janë mbledhur në protestë para zyrës së kadastrës së Fierit për kërkuar zgjidhje për këtë situatë. Banorët thonë se kanë trokitur në çdo derë institucionale, por pa marrë përgjigje. Sipas banorëve, pallati nuk ka si problem ligjor dhe kërkojnë që procesi pajisjes me certifikatat e pronësisë të përfundojë sa më parë. Thonë që po, do i merrni, do i bëjmë, kështu që i bie që të vonohen në 20 vjet tjera. 2 dekada që presim të marrim hipotekat, nuk i marrim dot. Duam një kredi për një hall, nuk marrim dot. Duam ta shesim, nuk e shesim dot. Murëm shtëpi dhe jemi pa shtëpi. Kur s'ke dokumenta, je pa shtëpi. Neve duam hipotekën një orë më parë. Nuk po kërkojmë lëmosh, po kërkojmë të drejtën tonë, po kërkojmë djersën tonë. Ndërkohë, ndërtuesi i objektit Njazi Vrenozi thosë se nga 9 pallate që kanë ndërtuar në Fier, ky është i vetmi i pa legalizuar. Sipas tij, vonesat janë shkaktuar nga një gabim në dokumentet e aplikimit për hipotekë nga ana e banorëve, çështje për të cilën tashmë është sqaruar, si dhe nga neglizhenca e drejtorëve të kadastrës. Nuk është certifikuar për arsye të pronarëve, sepse pronarët në fillim kanë thënë deklaruar kur kanë bërë kontratat kanë 20 metra. Faktikisht kanë pas na 5-6 metra dhe tu ka ardhur ngarçi i këtij pallati. Për neglizhimin edhe domethënë të drejtorave që janë ndëruar domethënë shumë herë këtu, ka ngela i pallati më kryesori dhe më i miri. Banorët e pallatit në lagjen Apolonia shpresojnë që institucionet t'u japin fund kësaj pritje të gjatë për t'u bërë më në fund pronar ligjërisht të banesave ku jetojnë.